Dhe së fundi po ndajmë dhe dëshmin nga Shqipëria di rastin për një motër e cila jo vetëm që e kishte burin me vese, fanatik xheloze kështu me radhë, por e kishte edhe të dhunshëm. Pra burri me pak fjalë ishte alkoolizuar dhe ai të gjithë rrogën, po thosë se gjithë rrogën që merrte në muaj e shpenzonte domethënë duke u dehur në alkool, duke lozur me miqt aty në lagje. Dhe gruaja dhe fëmijët e tij ishin në pikë të hallit domethënë, pra ishin për bukën e gojës kur i thënë. Dhe këto histori më ka treguar një misionar në atë kohë që shërbente këtyre familjeve dhe shërbesa e tij ishte pikërisht ndarja e ndihmave, dhe ndihmat më shumë ishin miell. Pra miell për të gatuar bukën, se nuk ishin bukë, domethënë. Pra plak të shoqërisë domethënë. Por ndodhi që një ditë kjo gruaja, pasi si thua, ishte e dhunuar domethënë dhe e lodhur nga dhuna, se i vinte në shtëpi, hapte derën, pra qëllonte, pra dhunonte edhe gruan, qëllonte edhe fëmijët, pra pasi dehej. Dhe ishte pak a shumë zakon, po thuaj se çdo natë kjo sjellje e tij, fatkeqësisht. Por ndodhi që një mëngjes, teksa kjo zonjë po qëndronte me shoqjet aty te shkalla e pallatit dhe po pinin ai kafe turke aty, siç e kanë zakon në këto në disa qytete në Shqipëri. Po lexonin dhe Biblën, pra ishin besimtare, pra. Dhe dalim tek ajo që tham, ku mbledhen 2-3. Dhe pasi kjo gruaja po i qante hallet, domethënë po i shprehej që sa shumë vuante më tash me burrin, hapun Biblën dhe qelloi pikërisht një fjalë që ishte pikërisht kjo që lexuam nga një Pjetrit, që po e përsëris, që thotë: ju gra, nënshtrojeni burrave tuaj që edhe nëse disa prej tyre nuk i bindin fjalës, fjalës së Zotit, të fitojnë pa fjalë nga sjellja juaj, Rante kjo fjala dhe ato, si të thuash, pra shoqja ja vuri në dukje këtë fjalë, i tha: shikoj çfarë na thot Zoti në këto raste. Dhe kjo gruaja mori si vendim në vetvete që do ta zbatonte këtë fjalë. Dhe patjetër që u lutën, pra kërkuan fuqi që ta vinin në praktik fjalën e Zotit, pra ligjin e shenjtë. Dhe ndodhi që një natë burri vjen në shtëpi, duke bërtitur, pra i dehur, domethënë i dhunshëm, dhe gruaja kishte vënë disa mobilje aty te dera për të penguar dorezën, që ai mos të hynte direkt, domethënë, në mënyrë që fëmijët të paktën të flinin gjumë, që ai mos i gjente zgjuar dhe mos të rrinte. Dhe ndodhi që burri nuk po hapte dot derën dhe filloi ta shkelmonte derën derisa e shpërtheu, pra ndarke vonë. Dhe ra me gjithë derën në dysheme dhe humbi ndjenja, domethënë, ra pa ndjenje. Dhe kjo gruaja që gjeti burrin në këtë gjendje, mund të kishte vepruar në forma të ndryshme, për shembull, mund të kishte marrë fëmijët dhe të kishte ikur, një zgjidhje më instinktive, le të themi, që ndërmerr, le të themi, vetë trupi jon kur ndihet në rrezik apo. Por jo, e vendosi ti bindej fjalës së Zotit. Dhe çfarë bëri? E mori burrin, e ngriti, ashtu avash avash, e çoi në banjë, e lau, e veshi me rrobat e gjumit, e mori prapë zvarë, e çoi në kravatë, e shtriu, e mbuloi, e pastroi. Pra i shërbeu, si thua, rregulloi dhe mobiljet, çoi dhe derën në vend, pra i sistemoi gjërat në rregull. Dhe ndodhi që burri zgjohet pasaj ditën tjetër dhe befasohet, domethënë, që gjendet i pastër, gjendet i shtrirë, kishte fjetur rehat, shikon derën, dera ishte në rregull, mobilet si ishin, domethënë, edhe thërret gruan direkt, domethënë. Gruaja shkon e trembur në fakt, se tha, tani më thirrën këtë, presim çat presim, por në vetvete thua, mbajti veten, mund të jetë lutur, nuk e dim. Dhe burri që i thot, kush më lau mua, i thot. Gruaja thot, unë e sqaron ndikëndej. Po këtu në krevat kush më shtriu? E sqaron si e mori e shtriu. Po dera, thot, e thot e vuran vënd ndikëndej, u përpoqja kështu ndikëndej. Edhe burri që shtanget ngelet pa fjalë, pra është histori e vërtetë që po themi. Ngelet pa fjalë, edhe pyet se i thot, po pse e bëre ti këtë gjë, thot. Dhe gruaja që shtanget dhe nuk di çfarë ti përgjigjet dhe vendosi thotë vërtet, dhe i thotë që unë ti e di që unë besoj, thotë,
jam e krishtere, siç e di, thotë, dhe vendosa dhe ndjek fjalën e Zotit, dhe kështu thotë fjalë e Zotit. Po si thotë i thotë ky burri, pa ma thuani çik më, dhe i lexon një pjetër që e lexuam neve. Që edhe kur burri nuk i bindet fjalës, pra që jeton komplet në mëkat, nënshtrojuni që ti fitoni, domethënë burrat. Dhe burri që shtanget i thot, domethënë libri ku ti besoni, thot, e thot e gjë, thot, po i thot. Dhe pastaj se ndodhi një bisedë tjetër, por kjo s'm mbajt më mirë, se duhet ka ca kohë që e kam dëgjuar këtë histori, domethënë të rrëfyer nga kjo gruaja, këtij pastori që shërbente si misionar në këtë vend. Por ai thot që shikoj, thot, nëse ti vazhdoni, thot i burrit, në këtë rrugë, ti jo vetëm që do shkatërrohesh, por na shkatërron dhe neve, po ti do shkosh në një vend, i thot, që është një vend vuajtjesh, pra i flet për ferrin, do shkosh atje në ferr dhe nuk do kthehesh më, i thot, nuk ka më kthim mbrapa. Dhe ferri, thot, është i përjetshëm dhe atje do i gjesh vendin dhe përjetësisht do jesh vetëm atje, i thot, pa Zotin. Kurse unë çfarë do të më ndodhi, thot, unë kam shpresur vetëm me Zotin, prandaj e bëra këtë gjë, thot. Pra, e justifikon veten, jep dhe arsye të forta, argumente të forta, sepse burri ende ishte i shtangur dhe këmbgultë, po si, po qysh, po si ka mundësi, pra nuk i besoj burrit që si ka mundësi që unë vija i dhunoja familjen, kurse kjo u soll mirë me mua, domethënë, dhe më shërbeu. Dhe kur ajo i foli për të vërtetën, që në një se njeriu vazhdon në mëkat pa penduar, dhe nuk i bindet fjalës Zotit, vendi i tij është vetë në ferr, sepse ka bërë vetë vendin vetes, burri merr një vendim për jetën e tij dhe si thua del nga shtëpia, qëndron vetëm, pra zhduket për ca kohë dhe kthehet në shtëpi pasaj si njeri tjetër, domethënë. Pra ai fillon lëpijen dhe fillon kërkon një punë tjetër më të mirë dhe fillon shoferë në fakt në një kompani në një qytet më të madh, se jetoni në një vend më të vogël diku, por nuk po e themi për çështje respekti. Dhe nga shofer pasaj fillon ngrihet në detyrë, më thet ta, fillon dhe punë në ministri pasaj, domethënë jo në nivel të lartë, po avash fillon sistemon dhe familjen, domethënë marton fëmijët, e më thet tash, pra shërohet kjo familje. Dhe jo vetëm shërohet familja, dhe fiton kushtet optimale, pra normale për të jetuar, jetojnë si njerëz, si thua, por edhe gruaja dhe burri dhe fëmijët të gjithë në besim dhe shkojnë në kish, lavdi Zotit. Pra jo vetëm që vese nuk ka, por është një familje që punon, një familje e qetë, e rregullt, e gëzuar, që adhuron Zotin në çdo fundjavë, lavdi Zotit. Pra, se mund të jem zgjatur pak, po historitë e vërteta janë thelbi i gjithë saj që ne po flasim. Se unë mund të jap shumë këshilla, mund të lexoj fjalën e Zotit, po kur nuk kemi shembuj praktik, pra shembuj real të jetës, se si besimi dhe praktikimi i fjalës së Zotit. Se çfarë do thot besim? Do thot ti zësh besë Zotit dhe të bësh çfarë thot ai. Kjo është. Se një fjalë tjetër e tij thot që mos u lodhni, thot. Dhe po lexoj këtu te Galatas 6:9 thot, mos u lodh duke bërë të mirën, sepse do të korrësh në kohën e vet. Pra mos u lodh se bëri të mirën, thot Zoti. Mos përgjigj keqes me të keqe, përgjigj të keqes me të mirë. Bulo urrëtitje me dashuri. Do thotë dikur po s'kam fuqi, patjetër kërkoj Zotit për lutje, se është vërtet Perëndia. Prandaj ka dhënë fjalën që të bësh vullnetin e tij dhe ai të ndihmon ta bësh praktik fjalën. Prandaj kjo gruaja mori vendimin, lutej, i qëndroi deri në fund besnike fjalës së Zotit, i tha të vërtetën siç ishte burri që ke pasoja për gjithë jetën tënde, si ke jetuar këtu në këtë jetë, pra çfarë ke bërë me jetën tënde, me trupin tënd në këtë jetë, ato do korrësh në jetën tjetër, pra në jetën e përjetshme. Dhe burri ca nga habia e gjithë kësaj mirësie të madhe, ca dhe nga frika, zgjodhi të pendohej dhe bëri kthes shumë e madhe jetës tij. Dhe po flasim për një burr, pra mesoburr, nuk po flasim për djem të rinj. Pra mbi 40, mbi 50, pra burra të tillë, domethënë imagjinoni çfarë fuqie ka e vërteta. Prandaj, të dashur vëllezër dhe motra, edhe fokusi i këtij kanali është do ta njihni të vërtetën dhe e vërtetën dhe të bëjë të lirë. Fjala e Zotit është e vërteta.
Mjafton ta besosh dhe besimi thanë është praktika. Që i beson Zotit dhe fjalën e tij e zbaton siç ai ta ka thënë. Pra, dhe kur bën vullnetin e tij, ajo vetëm jep fuqinë që ta bësh vullnetin e tij, pra fjalën e tij ta zbatosh, por edhe e bekon bindjen. Dhe përmes teje e bekon edhe të tjerët që janë rreth teje. Edhe kur rrethanat duken të tmerrshme dhe të pandryshueshme. Pra kjo është mos lodhemi duke bërë të mirën, sepse në kohën e dur që cakton Perëndia, atëherë do korrim frytet e mirësisë. Dhe më e mira është të bësh vullnetin e Zotit. Pra, të dashur motra në Krishtin, mesazhi i fundit është mos u fokusoni te problemet. Të gjithë kemi probleme në jetë. Edhe unë që u flas, ka secili sfidat e tij, fjala e Zotit më thotë mos u fokuso te problemet. Fokuso te Jezusi. Fokuso te fjala e Perëndis. Dhe Zoti do ta bekojë bindjen tuaj. Zoti nuk gabon asnjëherë, është besnik për jetë. Çfarë ka thënë ai do bëhet dhe amen. Këto të dashur, miq dhe ju vëllezër dhe motra që na ndiqni, duke shpresuar si gjithmonë që këto mesazhe ty inkurajojnë dhe të jenë bekim për ju, unë ju falenderoj që i ndiqni dhe ju nxis që t'i vini në praktik të gjitha këto njohuri. Dhe jeta juaj do bekohet, se premton Perëndia këtë, nuk e them unë. Faleminderit miq, Zoti t'ju bekojë dhe miru dëgjofshim në videon tjetër.